Bereqeti, prania e të mirës në çdo gjë. Fjalën bereqet ne shpesh e shqiptojmë me gjuhët tona dhe e kërkojmë në çdo kohë dhe rast. Por çfarë është bereqeti dhe si ta sigurojmë atë në pasuritë tona, në familjet tona dhe në bizneset tona? Bereqeti në kuptimin gjuhësor do të thotë tepritse diçkaje dhe rritja e saj, kurse në kuptimin fetar do të thotë prania e të mirës në çdo gjë, që nënkupton shfrytëzimin e diçkaje për të arritur kënaqësinë e Allahut të plotfuqishëm. Bereqeti në pasuri nënkupton rritjen e saj. Bereqeti në shtëpi nënkupton gjerësinë e saj, qetësinë dhe sigurinë. Bereqeti në ushqim nënkupton bollokun dhe blefshmërinë e tij. Bereqeti tek pasardhësit nënkupton numrin dhe moralin ose edukimin e tyre. Bereqeti në familje nënkupton harmoninë e saj dhe dashurinë e ndërsjellët. Bereqeti në kohë nënkupton gjerësinë dhe ekzekutimin e të gjitha detyrave të para. Bereqeti në shëndet nënkupton aftësinë fizike dhe mendore. Bereqeti në jetë nënkupton gjatësinë e saj dhe dinjitetin në dituri, njohuri dhe në transferimin e tyre tek njerëzit e tjerë. Me një fjalë, bereqeti nënkupton të mirën në kuptimin më të gjerë. Njerëzit në përgjithësi në këtë botë nxitojnë për pasuri, për fëmijë, për pozitë dhe begatitë të tjera të kësaj bote dhe mendojnë se në to është krejt fati, kurse besimtarët i luten Allahut plotfuqishëm që t'u japë bereqet në çdo gjë. Pejgamberi alayhis salam i është lutur Allahut të plotfuqishëm që t'i japë bereqet në halal. Besimtarët kanë bereqet në të gjitha gjërat, ashtu që në pasuri që posedojnë ndjejnë kënaqësi, sepse e fitojnë dhe e shpenzojnë në mënyrë halal. Fëmijët i kanë të dëgjueshëm, kanë bereqet në kohë, ashtu që në të njëjtën kohë bëjnë shumë më tepër punë se sa njerëzit e tjerë, dhe ata gjithmonë janë të kënaqur me caktimin e Allahut të plotfuqishëm. Nga ana tjetër, ka nga ata që janë të pasur, por nuk janë të kënaqur me atë që kanë. Edhe për këtë arsye, ata nuk mund të flenë natën, duke menduar se si të arrisin pasurinë, si të kenë fëmijë. Pastaj fëmijët e tyre u shkapërderdhin pasurinë, janë të padëgjueshëm me të tjerë. Shtrohet pyetja: si mund të arrijmë bereqetin në jetën tonë? Përgjigja gjendet në disa gjëra të vogla, të cilat me ndihmën e Allahut do t'i theksojmë, të argumentuara me ajete, hadithe dhe me mendime të dietarëve. 1. Devotshmëria. Sepse devotshmëria është çelësi i të gjitha të mirave, thot Allahu i plotfuqishëm. E kush i druhet Allahut, ai i bën rrugdalje atij dhe e furnizon atë prej nga nuk e pret. Surja Talak 2:3. 2. Mbështetje në Allahun e plotfuqishëm. Për çfarë flet hadithi që transmetohet nga Omer ibn el-Hatabi radiallahu anhu, se pejgamberi alayhis salam ka thënë: nëse ju do të mbështeteni në Allahun me mbështetje të vërtetë, ai do t'ju furnizojë siç i furnizon zogjt, të cilët gdhihen të uritur ndërsa ngrysen të ngopur. 3. Falënderimi ndaj Allahut të plotfuqishëm për begatitë e tij, siç thuhet në pjesën e 2 të ajetit 144 të sures Ali Imran. Allahu do t'i shpërblejë mirënjohësit. 4. Urdhëresa e familjarëve dhe falja e namazeve, siç thot Allahu i plotfuqishëm. Dhe urdhëroje familjen tënde që të bëjë namaz dhe në këtë bëju këmbgulës. Ne nuk kërkojmë furnizim prej teje, ne të furnizojmë ty. Surja Taha 132. 5. Leximi i Kuranit. Sepse ai është libër i bekuar, ilaç për trupin dhe shpirtin. Allahu i plotfuqishëm thot: ky është një libër, Kurani, që ta kemi zbritur ty, libër i bekuar. Surja Sad 29. 6. Pasimi i sunetit pejgamberit alayhis salam në të gjitha rrethanat, sepse kjo gjithmonë sjell mirë. Njëra nga këto gjëra është ngrënia para vetes. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: vërtet, bereqeti zbret në mes të ushqimit, andaj hani nga anët dhe jo nga mesi. Ju, me të vërtet, nuk e dini se në cilën pjesë të ushqimit është bereqeti. 7. Lutja dhe istikfari, kërkimi i faljes nga Allahu i plotfuqishëm. Sepse pejgamberi alayhis salam ka bërë lutje në raste të ndryshme dhe ka bërë istikfar me 100 herë në ditë. 8. Largimi nga harami. Në çfarëdo forme qoftë, veçanërisht nga kamata, siç thuhet në ajetin 276 të sures El Bekare. Allahu e shkatërron kamatën, ndërsa e rrit, shton sadakën.
ndërsa e rrit shton sadakan. 9. Dhënia e sadakas dhe ndihma e të varfërve. Siç thuhet në hadithin kutsi, se pejgamberi alayhis salam ka thënë Allahu i plotfuqishëm: O njeri, jep ti, pastaj unë do të jap ty. 10. Kryerja e detyrimeve në pjesën e parë të ditës, në përputhje me praktikën dhe lutjet e pejgamberit alayhis salam. Për të tillët, pejgamberi alayhis salam ka bërë lutje: O Allah, ti jepi bereqet umetit tim në mëngjes. Nga kjo lutje e pejgamberit alayhis salam kuptojmë se koha më e bereqetshme për të punuar dhe fituar riskun është në orët e para të ditës. Le të përpiqemi që në të gjithë punët tona të arrijmë bereqet. Le të kryejmë të gjitha obligimet tona në kohë dhe ashtu siç kërkohet nga ne. Le të garojmë në vepra të mira dhe të përgatitemi për ditën e llogarisë, kur do të shikohen vetëm veprat e mira. I lutemi Allahut të plotfuqishëm që të na ndihmojë të ruajmë fenë islame, që t'i ndihmojë vëllezërit tanë në nevojë kudo qofshin, që të na japë bereqet në të gjitha gjërat, që të na mbrojë nga sprovat që nuk mund t'i përballojmë, që t'i mëshirojë prindrit dhe paraardhësit tanë të vdekur, që fëmijët dhe pasardhësit tanë t'i bëjnë dritë të syve dhe zemrave dhe udhëheqjes të umetit, që të na mëshirojë neve në ditën e gjykimit dhe që të na nderojë në xhenet me shoqëri të pejgamberëve, të sinqertëve, të shahidëve dhe të njerëzve të mirë. Amin.